Teksa po flitet shumë për arritjen e paqes mes Ukrainës dhe Rusisë, shpeshherë raportohet edhe për pengesat të ndryshme të cilat mund të dalin rrugës. Pavarësisht disa prej pikave të mbetura në mosmarrëveshjes, presidenti amerikan Donald Trump e ka përshëndetur progresin e jashtëzakonshëm të bërë nga ekipi i tij drejt përfundimit të luftës së Rusisë në Ukrainë. Një ashtu edhe diplomati i tij më i lartë, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, është shprehur shumë optimist pas bisedimeve të cilat ai ka quajtur shumë pozitive për Ukrainën në Gjenevë në fundjavë. Pika që mbeten nuk janë të pakapërcyeshme, ka thënë Rubio të dielën. Për diskutuar pikërisht për këto deklarata, si dhe çështje të tjera, tashmë në një linjë të drejtë për drejtë kemi njohësin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotrin Endrit Tafani. Tafani, përshëndetje. Përshëndetje. Po diskutojmë sot për paqen për cilën po punohet shumë realisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e që me insistimin e Ukrainës dëshirojnë që edhe evropianët të jenë të përfshirë. Plani 28 pikësh i raportuar më parë, duke se tani ka rënë në 19 pika. Ukraina parimisht është shprehur e gatshme që të pranojë një plan të tillë. A besoni që realisht mund të jenë larguar disa prej pikave që kanë qenë shqetësuese dhe problematike për ukrainasit? Derisa Ukraina ka arritur të reduktojë ato që i kanë qenë pikat më të diskutueshme, normal edhe ka shprehur vullnetin e vet. Normalisht ka një draft tashmë për të cilin ka rënë dakord Ukraina. Pyetja është, a do jetë dakord Rusia me këtë? Sepse gjithë kjo situatë është një situatë e cila le një përshtypje shumë të keqe për diplomacinë amerikane. Dje Bloomberg ka nxjerrë një audio, transkriptin e një audio, në të cilën shikohet se si Vitkov në tradativat që ishte me Rusin e udhëzonte për shembull palën ruse se si presidenti Putin për shembull të merrte në telefon Trump përpara vizitës Zelenskit. Pra për ta prishur në një farë mënyrë impaktin e vizitës Zelenskit para një muaji në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Apo i thoshte palës ruse që përgatiteni ju draftin dhe unë ta paraqes sikur është drafti jon. Domethënë praktikisht kjo mënyrë veprimi normalisht mund të quhet tradhti kombëtare. Domethënë që ti nuk mbron interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por praktikisht po vepron si agent rus. Në ana tjetër, duket sikur është lënë jashtë loje Rubio, i cili është sekretari i shtetit, dhe për më tepër duket sikur ka edhe një përpjekje nga ana e J.D. Vance-it. Pra duket sikur janë 3 grupe të ndryshme në afër presidentit Trump, të cilat tentojnë për të arritur diçka. Ai që ishte Driscoll, që ishte shok klase i J.D. Vance-it, ishte ai që vajti në Ukrainë edhe për të bërë presion. Pra duket sikur J.D. Vance me atë izolacionizmin e vet ka iden e kapitullimit të Ukrainës, e njëjtën gjë ka dhe Vitkov, dhe i vetmi që është tipik diplomat dhe mendon për një plan afatgjatë është Rubio, dhe është ai i cili në një takim të mbyllur me senatorët dhe kongresmenët amerikanë që ishin shqetësuar në ai plan, tha që nuk është plani jot, është një draft i sjellë nga rusët, pastaj u detyrua nga presioni Trump që të përcillte ato fjalë, domethënë pra të thoshte jo, është dhe versioni jonë e tjerë, po duket qartë që ka një takordim në mënyrën se si funksionon diplomacia amerikane dhe interesat e personave të ndryshëm të lidhur me të. Kjo ka bërë që ai draft, domethënë e para një mos ketë, po themi një peshë të plotë, dhe mbi të gjitha nuk di se kush është dhe qëndrimi i vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, në diskutimet që u bën tashmë, Ukraina për shembull nuk e pranon, kishte disa linja të kuqe. Linja e parë është që ne nuk dorëzojmë zonën e Donetskut, të cilën rusët nuk e kanë pushtuar akoma. E dyta është që nuk njohim vendet e pushtuara, pra nuk mund ta njohim këtë gjë, nuk mund të limitojmë ushtrinë tonë dhe nuk mund të heqim dorë nga anëtarësimi në NATO. Pra janë disa linja të kuqe në të cilat nuk e di a do jetë Rusia e gatshme që t'i pranojë. Po. Dhe këtu është dhe pikë pyetja pastaj se
Po, në këtë shkurtim, Tafani, nga 28 pika në 19, besoni që vërtet janë hequr tërheqja nga zonat të caktuara, kufizimi ushtrisë, ndalimi i antarësimit në NATO, besoni se janë hequr këto që kanë qenë kërkesë e Ukrainës? Po, këto janë hequr, do të thënë, e vetë Ukraina ka bërë qartë se kush janë saj të kuqe, do të thënë dorëzimi i territorit, integriteti territorial i Ukrainës, pra që nuk mund të njohë, po se sasia ushtrisë që mund të mbajnë dhe garancitë për sa i përket futjes në NATO. Këto janë linja të kuqe për Ukrainën. Nuk mund të pranoj në një gjë më shumë se kaq. Janë hequr edhe pika tjera, për shembull një pikë tjetër që është hequr ka të bëjë me asetet ruse të bllokuara në Perëndim, në të cilën në draftin e parë Shtetet Bashkuara merrnin 50% të aseteve të bllokuara, ndërkohë që evropianët mendojnë që ato asete të bllokuara ti përdoren për ndërtimin e Ukrainës. Ja rreth 170 miliardë euro, po themi, asete ruse të bllokuara që janë në Bruksel tashmë. Pra, ka edhe pika të tjera të cilat janë hequr dhe që shkojnë me frymën e këtyre vijave të kuqe Ukrainës dhe mbi këtë është në një farë mënyrë dakordsuar me atë që është Rubio, që është me sa duket është i vetmi personazh i cili kupton nga diplomacia dhe është nga ata republikanët e pak tashmë që janë tipik republikanë dhe që shikojnë kapitullimin e Ukrainës si një dështim strategjik të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe një humbje të reputacionit të SBA-s në botë. Në anën tjetër, Tafani, tashpër janë evropianët në reagimet e tyre të cilat i kanë karshi tërë situatës së tyre. Ata me këmbgulje në fakt edhe me kërkesë të Ukrainës dëshirojnë që të përfshihen në to bisedimet e paqes, ndërsa lajmi i fundit është se presidenti i Komisionit Evropian e ka përshuar situatën rreth luftës në Ukrainë si të paqëndrueshme dhe të rrezikshme, derisa ka akuzuar Rusinë se nuk ka qëllim të vërtet për t'u angazhuar në këto bisedime paqeje. Thënë gjitha këto, mendoni realisht që Rusia qëllimshëm po e zvarrit ndoshta procesin e arritjes së një marrëveshje e cila përkohësisht do e ndalte luftën mes vendeve? Tu në fakt ka një pikpyetje të madhe dhe kjo lidhet edhe me faktin e publikimit të asaj bisede telefonike që ishte bërë midis Vitkov dhe palës ruse. Domethënë, dy mund të jenë ata që mund të kenë lëshuar këtë audio dhe të kenë çuar gazetave. E para mund të jetë vetë CIA, Shërbimet Sekrete Amerikane, të cilat kanë parë që Vitkov është sjell si aset rus dhe kanë dashur ta diskreditojnë, po themi, në planin e paqes, duke ditur se një pranim i tillë ishte praktikisht kapitullim i Ukrainës edhe një dëmtim për interesat strategjike të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, ata që mund ta kenë bërë këtë gjë mund të kenë qenë vetë rusët nëpërmjet FSB-s, të cilët e kanë lëshuar këtë audio në momentin kur kanë parë që kërkesat e tyre, 28 pikat e tyre, tashmë ishin reduktuar në 19 dhe atyre nuk i intereson që të kenë ato plan të rënë dakord nga ukrainasit. Pra, duket sikur edhe vetë rusët nuk është se janë të interesuar që të ketë një paqe, përsa kohë që ajo paqe favorizon në një farë mënyrë ose i jep diçka Ukrainës. Ata kërkojnë kapitullim të plot të Ukrainës, siç u vure edhe nga plani 28 pikë, që ishte praktikisht një plan rus. Dhe çdo gjë më pak se aq, atyre po themi, u prish punë në planin edhe të afatgjatë të brendshëm, po edhe të jashtëm. Kështu që nuk jam dhe aq i sigurt nëse rusët vetë do pranojnë këtë plan me 19 pika dhe mund të kalojë edhe kjo situatë siç kaluan gjitha të planet tjera që kanë që një vit, domethënë që në shkurt këtij viti që shkojë deri në një farë pike, bëhet presion mbi Zelenskën, pastaj hiqet dorë. Po, dhe pikërisht këtu desha të ndalem, zotëri Tafani, sa janë gjasat që të pranohet një plan i tillë ku nuk favorizohet Rusia, sepse në planin 28 pikësh gjithçka ishte në favor të Rusisë. Dhe në çfarë situate na çon pastaj në rast se nuk ka një pranim të këtij plani nga të dyja palët? Atëherë ka një vazhdim të luftës dhe
Problemi kryesor që shikoj unë është fakti që Evropa akoma nuk përmerr peshën e vet të barrës që duhet të ketë, duke qenë se ky është një konflikt i cili përcakton të ardhmen e Evropës. Mos harroni, një nga pikat që ishte në planin 28 pikësh rus, ishte edhe që jep të garanci që nuk do sulmonte Evropën. Domethënë, ai vetë e kishte të qartë, se ai ta tregon domethënë nëpërmjet planit se kush ishte qëllimi i tij final. Qëllimi i tij final është rikthimi i perandorisë ruse, dhe rikthimi i perandorisë ruse nënkupton një përplasje me Evropën në aspektin strategjik, duke filluar nga vendet e Balltikut në radhë të parë, duke vazhduar pastaj me zonën e Finlandës, me zonën e Polonisë, në drejtimin e po themi të Moldavisë, pra një ekspansion territorial i dikurshëm i perandorisë ruse. Dhe kuptohet që garancitë e Putinit se shkruan në një copë letër që nuk do sulmoj janë më pak vlefshme se sa letra mbi të cilën printohen ato fjalë, por Evropa tashme ka kuptuar që qëllimi final i Rusisë është pikërisht kjo. Dhe Evropa ka qenë shumë mbrapa, po themi, në drejtim të përgatitjeve luftarake. Nuk ka rezerva strategjike, nuk ka materiale. Pra, dhe jo vetëm kaq, po edhe ndihma që i ka dhënë Ukrainës ka qenë e pamjaftueshme. Për të dhënë idenë, Rusia harxhon përveç potencialit që ka pasur nga Bashkimi Sovjetik, gjithë ato armatime dhe gjëra, përveç këtyre, Rusia harxhon $200 miliard vit për vit në Ukrainë. Ndërkohë që gjithë ndihma e BE-s në 4 vjet ka qenë 200 miliard. Pra Rusia harxhon 4 fishin e asaj që ndihmon BE-ja. Dhe pjesa tjetër përballohet vetëm nga fakti që materialet që vijnë nga perëndimi janë më cilësore dhe nga heroizmi i ushtarëve Ukrainës që qëndrojnë fronte dhe mbajnë frontin. Por është e pamjaftueshme, nuk mund të vazhdoj për një kohë gjatë. Dhe në qoftë se Evropa nuk arrit ndihmën qoftë financiare, qoftë ushtarake për Ukrainën, ajo që mund të presim është një avancim shumë i ngadalt për të vërtetën i Rusisë, por një kasapan që mund të ndodhë në front për shkak të mënyrës se si zhvillohet lufta tashme. Pyetja e madhe është a do kapitulloj ekonomia e Rusisë përpara se të mbarojë të arrijë objektivat e saj strategjik, sepse javës kaluar, për shembull, Banka Qendrore Ruse ka filluar të shesë rezervat e saj të floririt. Gjë që tregon që ka një problematik në ekonominë ruse që mbahet e maskuar për momentin. Plus ka vrima në bilancë të cilat nuk ishin raportuar më parë, bëhet në sasi me miliarda, domethënë. Kështu që pikpyetja është kush do falimentoj më përpara ekonomikisht, domethënë ndihma e Evropës do jetë e tillë që ta mbajë në këmbë Ukrainën derisa të kapitullojë Rusia, apo ndihma e Evropës do jetë me gjysmë zemre dhe kjo do e bëjë që procesi të zgjasë me sa më shumë gjakderdhje. Kjo është pikpyetja për sa i përket ardhmës. Tafani, kur po përmendim evropianët edhe rolin e tyre ndoshta në bisedimet për paqen edhe insistimin e Ukrainës që me patjetër evropianët jenë të përfshirë në këto bisedime, një deklarat tjetër vije gjatë kësaj dite nga kancelari gjerman Merz, i cili thotë se Putini s'mund të largohet me sukses nga lufta në Ukrainë. Si shihni ndoshta këto deklarata një trajtshëm në një linjë të gjithë vendeve evropiane krahas Rusisë? Është një pranim i një realiteti që më në fund po kuptohet në Evropa. Sot që flasim në botë, dy ushtrit që janë më të përgatitura për një konflikt ushtarak të ardhmes janë ushtria ukrainase dhe ushtria ruse. Sepse teknologjia ka ndryshuar shumë gjëra në fushën e betejës dhe metodat e luftimit janë shumë të avancuara tashmë. Asnjë në perëndim nuk ka atë eksperiencë ushtarake, nuk ka atë koordinim, atë shërbitje, pra çfarëdo lloj elementi që kanë të dy ushtrit që janë duke përplasur tani në Ukrainë. Edhe në momentin kur konflikti i Ukrainës përfundon me kapitullimin e Ukrainës, Rusia do gjej, pra do ketë në duar, jo vetëm potencialin ekonomik
dhe njerëzor të Ukrainës, të cilin mund ta marrë dhe ta rekrutojë me zorë dhe ta hedhë kundër perëndimit, po do ketë edhe potencialin e një ushtrie vetë të brendshme e cila është e përgatitur për një luftë moderne. Dhe Evropa është shumë mbrapa në këtë drejtim dhe Evropa e di këtë gjë. Për këtë arsye nuk mund t'i lejosh një kapitullim të plot Ukrainës. Shikoni tani çfarë po ndodh tani për shkak në gjithë ato territoret që Rusia i ka kapur Ukrainës, pra në ato 5 rajone, ata që janë Ukrainas mobilizohen me forcë edhe shkojnë të luftojnë kundër, po themi, vëllezërve të tyre Ukrainas në frontin përballë. Imagjinoni tani se kur të kapi Rusia gjithë Ukrainën, pra gjithë ai potencial njerëzor, përveç atij ekonomik, gjithë ai potencial njerëzor praktikisht nuk është më Rusia e dikurshme, është Bashkimi Sovjetik me potencialin ushtarak të dy vendeve, dhe të Rusisë dhe të Ukrainës, që sulmon drejt perëndimit. Kjo është diçka e cila strategjikisht nuk mund të lëj të ndodhë perëndimit. Kjo është arsye që nuk duan që Rusia të fitojë në fushën e betejës, nuk duan që Ukraina të kapitulojë dhe të kthehet në një lloj Bielorusie, e cila i ka vënë kjo do ishte më pas kërcënim për evropianët, apo jo? Kjo do ishte jo kërcënim, kjo do ishte katastrofë. Do të thonë një rikthim i tashmë një perandorie ruse me një potencial të tillë dhe me një agresivitet të tillë në politikën e jashtme, do ishte katastrofë. Dhe jo vetëm katastrofë për pjesën e Evropës, po të vini re, janë duke u larguar nga Rusia edhe Armenia, edhe Azerbajxhani, pra nuk morën pjesë në këtë takimin e CSTO-s, domethënë që është ai komuniteti i ish republikave sovjetike. Kazakistani njëkohësisht ka përplasje me Rusinë për sa i përket mallrave që kalojnë në Kina, sepse të gjithë e dinë, po mbaroi punë Ukraina, radha është e tyre, pra mund të kemi një futje ose rikthim të perandorisë ruse në Armeni, në Gjeorgji, në Kazakistan, në çfarëdo lloj republike që tashmë është independente, plus një rikthim edhe në perëndim. Prandaj kjo është një diçka e cila nuk është kërcënim vetëm për Evropën, por është një kërcënim edhe për Azinë, republikat e Azisë Qendrore dhe republikat e Kaukazit, që janë aty në atë zonë. Pra, është një rrezik që mund të quhet rrezik global. Për këtë arsye nuk duhet lejuar Rusia që të marrë potencialin e Ukrainës. Ta fani, teksa kërkesa e Zelenskit ishte që të takohej me Trumpin gjatë kësaj jave, në anën tjetër, presidenti amerikan do të dërgoj Steve Witkoff për zhvilluar bisedime në Kremlin. Atje, beson që realisht nga këto bisedime edhe mund të nxjerrë diçka pozitive për paqen mes dy vendeve? Që problemi këtu nuk bëhet fjalë për paqen, për paqe, të arrihet paqe me çdo kusht. Problemi është, nga ana strategjike, ti nuk mund të kapitullosh Ukrainën. Dhe ky është gjithë qëllimi i perëndimit. Nga ana tjetër, qëllimi i Rusisë është kapitullimi i Ukrainës. Pra të dyja palët janë në pozicione ekstreme për sa i përket kësaj gjëje. Gjë që do të thotë që pa ndryshuar gjë në fushë betejë apo pa ndryshuar gjë nga ana ekonomike, është e vështirë të arrihet një paqe e qëndrueshme për të dyja palët. Dhe si të shkojë Witkoff e ka ekspozuar veten që praktikisht është duke u sjellë sikur është agent rus, domethënë, kështu që ja ka bërë qartë edhe senator Bilejan aty që kanë kërkuar edhe hedhjen e tij në gjyq për tradhti kombëtare. Dhe kanë qenë senator republikan, po flasim për Don Bacon e tjerë, domethënë janë disa që janë republikan të fortë, domethënë. Pra, ai është djegur siaset në kuptimin e besueshmërisë, jo vetëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po edhe në BE. Pra, vendet e BE-s. Kështu që çfarëdo lloj vizite e tij që mund të shkojë atje, nuk është se mund t'i japi zgjidhje kësaj dileme. Perëndimi nuk mund të pranojë një kapitullim të Ukrainës, por kapitullimi i Ukrainës është qëllimi kryesor rus. Dhe kjo është dilema e cila akoma nuk e ka marrë zgjidhjen në fushën e betejës, as nga ana ekonomike.
Po. Dhe zotri Tafani e përmendet, ndoshta edhe një çështje të fundit, e përmendet më herët dhe thatë se Rusia do të tentojë me presion që të shkojë deri në tërheqjen e Zelenskit. Dhe ka pasur realisht gjatë këtyre ditëve informacione se do të ndërrohet presidenti atje, ka gjasa që të vijë një ish general nëse nuk jam gabim. Dhe pyetja ime është se në këtë mes të luftës ka gjasa që vërtet të tërhiqet Zelenski dhe të vijë një president i ri në Ukrainë? Shiko, kjo nuk është hera e parë që ka presione të tilla. Do të thonë, influenca e Rusisë në politikën e brendshme të Ukrainës ka qenë prej vitesh derisa ndodhi dhe revolucioni i portokallit, apo dhe ato ngjarjet që ndodhen në 2014 me protestën edhe që përzun edhe presidentin që ishte prorus në Ukrainë. Duhet thënë që Rusia ka qenë e infiltruar fort edhe në politikën ukrainase. Problemi është që tashmë në këtë moment askush në Ukrainë nuk mund të marrë përsipër, janë që të gjithë të kënaqur që si thua është Zelenski që ka patatën e nxehtë në dorë, sepse asnjë president ukrainas nuk mund të pranojë një kapitullim të Ukrainës. Me çfarë do lloj arsyetimi, sepse e di që është i dënuar jo vetëm politikisht, domethënë, po për mënyrën se si zhvillohen ngjarjet atje dhe faktin që njerëz janë që të gjithë armatuesit e tjerë mund të rrezikojë edhe veten e vet. Domethënë, kështu që sepse ka grupe ushtarake të cilat nuk do e pranojnë kurrë këtë gjë, ka grupe nacionaliste që nuk do e pranojnë kurrë këtë gjë. Pra, që të gjithë janë të kënaqur që patatja e nxehtë është në duart e Zelenskit, në ana e atyre që mund të jenë edhe pro-rus. Por dhe duhet thënë që shumica e atyre që janë lider të mundshëm janë edhe më nacionalistë se Zelenski. Për shembull, ke Zaluzhni ka qenë shefi i shtabit përgjithshëm. Ishte ai që përballoi, po themi, gjithë ofensivën ruse në fillim, edhe pati ato kundërmësimet e veta që pati derisa u zëvendësuar në Sirski. Dhe praktikisht tani është ambasador në Britani. Dhe është përfolur shpesh që mund të ndrojë, po ai nuk është pëllumb paqe, praktikisht ai është skifter lufte. E të njëjtë gjë edhe po themi udhëheqësit e tjerë që mund të jenë në opozitë, asnjëri prej tyre nuk dëshiron që të ketë një kapitullim të Ukrainës. Ukraina është duke u vrarë, do të thonë janë njerëz të cilët kanë humbur jetën, kanë humbur fëmijët, do të thonë u shkatruar jeta dhe kanë krijuar atë urrëtie aq të madhe tashmë ndaj Rusisë sa çfarëdo lloj personazhe që do tentojë që të pranojë një kapitullim të Ukrainës do e ketë jashtëzakonisht të vështirë, jo vetëm me opinionin publik, po edhe me një pjesë të mirë edhe të forcave të armatosura. Gjë që e bën pak të vështirë, domethënë këtë mënyrë zgjidhje. Nuk është hera e parë që e kanë bërë. Ka pasur disa tentativa për infiltrim në politikën ukrainase nga ana Donald Trump, sidomos pas takimit me Zelenskin, që dështoi në zyrën ovale, pra ai ishte takim i shkurtër, nëse mbani mend. Dhe bile janë bërë publike sondazhet që kanë qenë në kuptimin e tentativave që janë bërë në antar të qeverisë amerikane në drejtim të tyre personazheve në atë periudhë, në shkurt edhe në mars, për të zëvendësuar Zelenskin, por që ka marrë një përgjigje negative atëherë. Dhe besoj do kenë dhe të njëjtën situatë tani, pavarësisht se presioni është jashtëzakonisht i madh. Qartë. Në ana tjetër, ka edhe një mësymje diplomatike në anën e Rusisë, për shembull, fakti i kalimit të skandalit të korrupsionit në qeverinë Zelenski, do të thënë është pikërisht përpara shpallës së këtij plani është për të ulur pikët e Zelenskit perëndim, për të treguar perëndimet që kohët që ndihmonin sepse Zelenski i vjen ndihmat. Dhe pra ka një koordinim të presionit, jo vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në drejtim të elementeve që mund të zëvendësojnë Zelenskit, por edhe në ana e Rusisë, e cila me atë informacion ose me atë infiltrim që ka po themi në Ukrainë bën të mundur edhe plasjen e skandaleve të tilla, domethënë të cilat e minojnë pozitën e Zelenskit në perëndim. Të shikojmë se si çfarë do të thotë e ardhmja, domethënë sepse për momentin akoma nuk është e qartë. Po, sigurisht.
Tafani, të falendrojmë shumë që ishe në këtë linjë të drejt për drejt. Faleminderit edhe njerë për kohën, ndërkash... Po besoj që edhe gjatë javës me sigurisht do t'jetë temë për diskutim. Kjo me qenë se përfaqësues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të shkojnë për të biseduar me palën ruse dhe atë Ukrainës, sepse vetë presidenti Donald Trump tha se do t'i takoj të dy presidentët e të dyja vendeve vetëm pasi të arrihet marrëveshje. Për të parë nëse do të ketë përparim, do t'jemi këtu për diskutuar padyshim gjithmonë me ekspertë të fushës, ndërkash me këtë intervistë kemi arritur drejt fundit të një tjetër mezite, Drontina. Po, dhe sigurisht do takojmë nesër në orën